Në Tiranë u firmoi sot një marrëveshje mes qeverisë shqiptare dhe konsorciumit të projektit të gajsirësit Adriatic Pipeline TAP, i cili parashikon transportin e gazit nga Azerbajxhani përmes Greqisë e Shqipërisë në drejtim të Italisë. Marrëveshja, e cila rregullon marrëdhëniet mes palëve, pritet të nënshkruhet së shpejti nga konsorciumi dhe me Greqinë. Drejtuesit e TAP, por dhe ministri shqiptar i ekonomisë Edmond Haxhinasto u shprehën optimist për epërsinë që sipas tyre ky projekt ka ndaj rivalit tjetër Nabucco West. Korespondenti Arman Mero njofton nga Tirana. Ndërsa vendimi i përfundimtar për projektin që do të përzidhet për të ashtu quajturin korridor i jugut që do duhet të sjellë në Europë gazin nga fusha gjigande e Shadenizit në Azerbajxhan, pritet të merret në qershor. Konsorciumi që udhëheq projektin TAP ka bërë një tjetër hap përpara. Sot në Tiranë nënshkroi me qeverinë shqiptare marrëveshjen rregullatore mes palëve, e cila parashikon marrëdhëniet reciproke në rast të ndërtimit të gazsjellësit. It regulates the project's access to land. Marrëveshja rregullon procesin e blerjes të së drejtës së kalimit mbi terren, procesin e lejeve, atë të standardeve teknike dhe sigurisë, dhe zbatimin e standardeve mjedisore, sociale dhe ato të shëndetit dhe sigurisë në lidhje me komunitetin. And also for environmental, social and community health and safety standards. Një marrëveshje të ngjashme konsorciumi do të duhet të nënshkruajë edhe me Greqinë. Sipas zotit Tungland, ka bisedime intensive me Athinën, të cilat do të mbyllen shumë shpejt, tha ai. Sipas të gjitha gjasave, kjo pritet të arrihet brenda muajit shkurt. Projekti tjetër alternativ është Nabucco West, i cili sipas një raporti të paraqitur në Komitetin e Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit Amerikan ka një avantazh gjeostrategjik dhe mbështetje më të madhe politike. Vendet e interesuara për këtë projekt, i cili kalon përmes Gjeorgjisë, Turqisë, më pas në Bullgari, Rumani e Hungari për të përfunduar në Austri, po bëjnë përgatitje të hershme. Konsorciumi Nabucco ka njoftuar dhe për kalimin në favor të konsorciumit që administron fushat e gazit në Azerbajxhan të 50% të aksioneve të veta. Por sipas drejtorit të TAP-it, ky fakt nuk përbën asnjë shqetësim. In the summer of 2012, TAP signed 3 agreements. Në dhjetor të vitit 2012 ne firmosëm 3 marrëveshje me Shadeniz, një marrëveshje bashkëpunimi, një tjetër për mbulimin e Kosovës dhe marrëveshje e tretë lidhje me opsionin për pjesëmarrje në aksione dhe nga vetë Shadeniz. TAP-i ka arritur dhe ka firmosur këto marrëveshje shumë më përpara se Nabucco. Edhe ministri shqiptar i ekonomisë Edmond Haxhinasto u shpreh tetë optimist për mundësinë që garën për gazin e Azerbajxhanit ta fitojë projekti TAP. Në vlerësimin ton, duke pasur parasysh kapacitetet eksportuese, mundësitë eksportuese që ka Azerbajxhani, duke pasur parasysh avantazhin në kosto dhe në kthimin e investimit që ka projekti TAP dhe shumë aspekte të tjera që lidhen me ekzekutimin e tij, ne jemi shumë të bindur dhe shumë optimist që ky projekt do të jetë fitues. Pas firmosjes së një marrëveshje të ngjashme me atë që u arrit sot në Tiranë edhe me Greqinë, konsorciumi TAP do të nënshkruajë një tjetër akt përfundimtar me 3 qeveritë e Tiranës, Athinës dhe Romës së bashku, duke kompletuar kështu dosjen që do të dorëzohet për garën e transportit të gazit në Europë. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.